Niyeti ose qëllimi I pastër është ajo që I diferencon gjërat. Nëse një person qëndron nga mëngjesi deri në mbrëmje, ndoshta më shumë se sa mbrëmja, pa ngrënë dhe pa pirë, mirë po nuk e ka qëllimin e agjerimit. Arsyet mund të jenë të shumta, vetëm agjerimi nuk është në mes. Dhe ku do të jetë diferenca midis këtij dhe atij I cili e braktisi diçka të tillë vetëm për hatër Zotit sepse Zoti e ka urdhëruar? Kush e bëri diferencën? Qëllimi. Ky e pati qëllim, çfarë kërkoi nëpërmjet kësaj vepre? Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam kur flet domethënë për qëllimin në çdo vepër, çfarë thotë? Innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen dhe merren në konsiderat mbi bazën e kujt? Të niyetit, të qëllimit. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe gjithsesi I cili do të marrë atë niyetin të cilin e ka bërë niyet. Ai që ka bërë niyet agjerimin për hir të Allahut subhanahu wa taala e ka ndarë çështjen. E ka ndarë për hir të kujt ky po agjeron.